Ka nisur simpoziumi i skulpturës në Korçë, ku artistë ndërkombëtar nga shtete të ndryshme të botës përmes artit të tyre i dhurojnë Korçës skulptura që ngelen pjesë e Parkut Rinia. Butrin Morina, organizatori i këtij simpoziumi, tregon se këto punimet nuk do të jenë vetëm artistike, por brenda tyre do të përcillen edhe mesazhe. Jam mundu të zgjedh një grup skulptorësh më ndryshe se hera tjera. Së pari kam dashur që të sjell skulptor nga vende të cilat nuk kanë marrë pjesë më parë në simpoziumin e skulpturës në Korçë dhe patjetër që skulpturat e këtij edicioni dallojnë nga herat e kaluara. Dhe një tjetër projekt është një bashkëpunim i dy skulptorëve këtu nga Austria dhe Slovenia, të cilët janë duke kryer dy projekte, secili në mënyrën e vet, por që në fund do të bashkohen në një projekt të vetëm, që përçon mesazhin e një pavarësisht ndryshimit, dallimeve, gjithmonë ka mundësi të arrihet një kompromis, një pikë e përbashkët ku ne pajtohemi. Katerina Moerth, skulptore nga Austria, tregon se ka vendosur të bashkëpunojë me një artist sloven për të sjellë një skulpturë unike. Po bëj një bashkëpunim, duam të sjellim gurin sa më të lëmuar dhe brenda të ketë kuptimin e mesazhit. Pash skulpturat e tjera, por këtëherë duam të lëm këtu një histori më tepër se sa një gur. Shqipëria duket se po e pranon artin abstrakt. Simpoziumi i skulpturës në Korçë do zgjas për 7 ditë, ndërsa ky qytet duket se po ndërton një muze skulpturash në Parkun Rinia.